Arrestimi i kryetarit të Bashkisë së Stambollit ka tronditur jo vetëm Turqinë, por edhe vendet të tjera të Europës dhe të botës, ku ka pasur shumë reagime lidhur me akuza që janë ngritur ndaj tij. Për të diskutuar për arrestimin e kryetarit të Bashkisë së Stambollit dhe për urdhër arreste që janë dhënë për disa gazetarë dhe biznesmen, kam të ftuar në një lidhje Skype Bora Zukali, kreu shoqatës Vatra në Stamboll. Bora, shumë faleminderit për kohën që na dhat për të mundësuar këtë intervistë. Përshëndetje nga Stambolli, edhe unë ju falenderoj. Bora, mund të na thoni pak se çfarë ka ndodhur realisht, pra si është situata, si është çështja, për çfarë akuzohet kreu i bashkisë? Situata është shumë me një tempo të lartë, me tension të lartë, sepse tani kryetari i Partisë Popullore Republikane, Özgür Özali, të gjithë partjakët ose të gjithë që janë që ndihmojnë, që dëshirojnë demokracinë, të vinë përpara Bashkisë të Stambollit, edhe atje të mblivemi me orën 8:30 me orën e Turqisë. Në këto sekondat, të gjithë njerëzit, gratë, djemtë, fëmijët, studentët, plektët, të gjithë atje kanë kaluar, edhe televizionet po i japin këto live, edhe me pankarte, me devize, me çdo gjë, edhe me slogane atje po bëjnë një protestë shumë të madh. Këto protestat kim mëngjesi kishin filluar, më drejtë tensioni u lartësua sepse në Universitetin e Stambollit, në fakultetet shumë studentë bën protestë, sepse senatoja e universitetit kishte anulluar diplomën e Ekrem İmamoğlu't, edhe 28 studentët akoma, afërsisht këta kishin marrë këtë diplomën 30 vjet më përpara, edhe këta me shumicë janë biznesmen ose orator ose disa njerëz akoma. Kjo ishte një skandal, këtë e protestuan, edhe pastaj kur kur u hetua Ekrem İmamoğlu, sot me 106 veta akoma, edhe këtu politikantët, gazetarët të medjes, ose shumë personat me vendet që janë në një status të kyç të fortë, edhe ata ishin larguar, ishin hetuar, edhe kjo të gjithë protestuesit i bëri shumë nevrik, betën përballë me policinë të Stambollit, jo vetëm të Stambollit, ka të gjithë anës e Turqisë, edhe metropolit, edhe në Izmir, edhe në Ankara, në Adana, në çdo vend, këto protestat akoma po vazhdojnë, vetëm me shumicë, në Partisë Popullore Republikane, afërsisht 50 deputet më tepër të partisë janë bashkuar tani edhe po bëjnë një miting në këtë orar. Bora, pse pikërisht në këtë kohë këto arrestime, dhe a mund të na thoni pak për çfarë akuzash është vënë në pranë nga kreu i bashkisë? Tani, zoti Ekrem İmamoğlu e mori mandatin e dytë, 4 vjeçare. Herën e parë e dini edhe juve ato zgjedhjet nuk u pranuan, edhe njerë u bë ajo zgjedhje 4 vjet më përpara. Atëherë herën e dytë e pranoi. Kur u mbaroi kjo mandati, edhe një vit më përpara, prap Ekrem İmamoğlu edhe e dytën e mori. Zoti Recep Tayyip Erdogan ka kështu një fjalë ka. Kush drejton Stambollin e drejton Turqinë, e dominon Turqinë, sepse buxheti i Bashkisë së Stambollit një çerek të Turqisë është, edhe të gjithë vendet, taksat, çdo gjë këtu janë, një buxhet shumë të madh, edhe një punëtor shumë të lartësi ka, sepse më të paktën 100.000 më tepër punëtor, edhe bashkë me këta me familjarët të tyre, më të paktën 500.000 veta i dominon, edhe kështu po vazhdon kjo situata tani. Zoti Ekrem İmamoğlu, kryetari i Bashkisë së Stambollit, kur e fitoi e dytën, edhe mori shumë simpati nga të gjithë anës e Turqisë, edhe nga të gjithë anës e Turqisë, kur mori këtë mbështetje,
Mendoj edhe unë të dalë përpara presidentit Recep Tayyip Erdoganit në këto zgjedhje të bëhem të marrë pjesë edhe të bëhem kandidat edhe pse mos bëhem unë presidenti i Turqisë. Kjo është mandati e dytë e Erdoganit. Me ligin nuk ka mundësi këtë të zgjedhjet zoti Erdogani, vetëm do të ndryshojnë kushtetutën edhe çdo gjë do të rregullohet, ashtu mendoj unë, sepse Erdogani me të gjithë partitë të opozitës ose me të gjithë këto partitë që janë dhe opozitë, ka disa lidhje, disa takime, edhe me këto partitë të kurdëve, të Öcalanit, të Dem ose të këta afërsisht 40 vjet më tepër që bën luftë me këta terroristët, edhe me ata ka me një takim. Mendoj që të ndryshojnë ligjin, Erdogani të bëhet kandidat herën e tretë. Për këtë moment kjo është. Zoti Zukali, a pritet që të ketë tensione të shtuara nga opozita lidhur me vendimin e autoriteteve turke për të vënë në pranga kreun e Bashkisë së Stambollit? Tani, tensioni shumë nuk është lartësuar, sepse të gjithë këta protestuesit janë të ketë me slogane, me flamur, me pankarte, me devize, me këto po bëjnë këtë protestën. Një përplasje ose një gjë tjetër nuk përdorin, edhe policia shumë nuk i ngacmon, vetëm policia i ka ngacmuar sot vetëm studentët në Universitetin Stambollit, pas asaj asnjë problem nuk ka. Tani po e shikoj televizionin me mijëra veta janë ball për ball me Bashkinë e Stambollit, me flamur, me pankarte, të gjithë po hedhin slogan, edhe shumë në mblevje. Jo një stadium, disa stadium me mijëra veta janë mbushur, edhe akoma po kalojnë, sepse edhe trafiku është blokuar, edhe governatori i Stambollit për këto protestat, disa rrugat, për shembull në qendrën Taksim, i ka ndaluar, edhe disa rrugat që dalin Bashkisë të Stambollit, edhe ato i kanë ndaluar. Njerëzit duan që mos kalojnë në atë zonë. Sa gjasa ka që pas presionit të protestuesve të merret një vendim për lirimin e kreut Bashkisë nga burgu? Tani të gjithë këta që janë hetuar, të gjithë 106 veta janë, edhe këto pyetjet akoma po vazhdojnë. Edhe kështu një gjë ka, derisa të vërtetohet faji, çdo person është i pafajshëm, edhe kështu një problem me avokatët, me çdo njerëz, akoma me shumicë nuk janë takuar dot, edhe prandaj kjo situata jo 24 ose 36 orë, më tepër do të vazhdojë, po të dalin nga këtë, po të arrestohen, atëre një situatë tjetër të jetë, sepse po u burgosi Ekrem İmamoğlu, atëre edhe duhet ta lërë kryesinë e bashkisë, atëre kush do ta marrë mandatin, edhe ai do të dominohet nga Ankaraja, nga presidencia edhe nga pushteti. A pritet që të ketë arrestime të tjera? Mendoj sepse orë me orë lartësohet kjo, po presim, edhe disa gazetarët i kanë marrë, vetëm nuk kanë lidhje me këto punët për Ekrem İmamoğlu'n ose për bashkinë, edhe ki 2013 ki ishin ato protestat humanitare në Gezi, në park për habitat, për çdo gjë, atëherë kishin marrë iniciativë këta gazetarët, për ata i morën çdo gjë, të tëra i kanë vazhduar në ato zonat për këto.
Sa do ndikojnë reagimet e liderëve të Bashkimit Evropian dhe vendeve perëndimore që të ndryshohet një qasje e Erdoganit ndaj kësaj ngjarje situate? Tani nga të gjitha anës e Evropës kanë mbështetje edhe grupet socialistëve i kanë dhënë ato deklaratat edhe ato i japin mbështetje edhe nga të gjithë shtetet që janë që komunikojnë me zoti Ekrem İmamoğlu kërkojnë të jenë këto punat me demokrasi, me çdo avantazh, edhe jo me luftë të zgjedhen në kutinë e votimeve, ashtu mendojmë, sepse demokrasia ashtu një rëndësi ka. Mendoj të gjithë, jo vetëm Evropa, edhe Amerika, edhe të gjithë, do të marrin një iniciativë tjetër edhe kjo situata do të kalojë më të qetë. Zoti Cukali, shumë faleminderit për intervistën. Edhe unë ju falenderoj, ju uroj suksese. Faleminderit.